Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s mbajti sot protestën e radhës para Asamblesë së Këshillit të Evropës në Strasburg, duke kërkuar drejtësi dhe transparencë në proceset gjyqësore të Kosovës në gjykatën speciale. Gjatë protestës, kryetari i OVL e UÇK-s, Hysni Gucati, deklaroi se UÇK-ja ka qenë një forcë çlirimtare dhe jo organizate përbashkët kriminale siç pretendohet në akt akuzat e zyrës së prokurorit të specializuar. UÇK nuk ka qenë organizate përbashkët kriminale, ajo ka qenë ushtri çlirimtare që luftoi për ta çliruar Kosovën nga forcat serbe. Jemi këtu për t'i thënë stop padrejtësisë që po bëhet në Hag, u shpreh Gucati para protestuesve. Ajo çka bie në sy është se me mijëra shqiptarë kanë udhëtuar për në kryeqytetin botëror të drejtave të njerëzit, pra në Strasburg, aty ku ish senatori famkej zviceran Dick Marty, deponoi sajesën më të rëndaj përpjekjes dhe luftës çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës, me akuza si vjeljet e organeve dhe krime të llafashme të pretenduara të luftës që kurrë nuk u faktuan. Raporti që do ta depononte Marti në Këshillin e Evropës dhe që do të miratoi ishte vetë se zgjatimi dhe zmadhimi i asaj që deputeti rus Konstantin Kosaçev kishte përpunuar nga akuza famkeqe të sigurimeve shtetërore të Slobodan Miloševićit ndaj UÇK-s. Ky raport nuk gjeti asnjëherë referencë dhe dëshmi objektive, reale e faktike në terren, por si pasojë e saj Kosova do të hapte dyert dhe mundësitë për hetime ndërkombëtare për të provuar përkatësisht dhe për gënjeshtruar akuzat e rënda të Martit, Serbisë dhe Rusisë. Koha kaloi dhe gjykata speciale u krijua në akt akuzën ndaj krerëve të UÇK-s nuk është më as edhe 1 gram gjurmë e raportit të Dick Martit. Strasburgu sot e ka gjetur veten në thirrje të shqiptarëve për liri dhe drejtësi për krerët e UÇK-s që i sollën lirinë Kosovës. Përfaqësuesit e OVL UÇK dorëzuan po ashtu 285 letra për anëtarët e Asamblesë së Këshillit të Evropës, ku shprehin shqetësime të thella për mënyrën si po zhvillohet procesi ndaj krerëve të UÇK-s në Hag. Në letër, theksohen disa çështje kryesore që sipas tyre cënojnë drejtësinë dhe integritetin e procesit. Në pikën e parë, letra rikujton mënyrën e krijimit të gjykatës speciale. Dhomat e specializuara të Kosovës u krijuan në përgjigje të raportit të vitit 2010 të raportuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty, i cili përmbante akuza për trafik organesh dhe krime të tjera serioze. Një nga shqetësimet kryesore që OVL e UÇK-s ka shprehur përmes kësaj letre lidhet me natyrën e akt akuzave dhe kohëzgjatjen e paraburgimit. Të akuzuarit janë mbajtur në paraburgim për gati 5 vjet, pavarësisht dorëzimit vullnetar dhe bashkëpunimit të plot me gjykatën, dhe të gjitha kërkesat për lirim me kusht janë refuzuar, thuhet më tutje në letër. Aty theksohet gjithashtu mungesa e transparencës. Shumë seanca janë mbajtur të mbyllura për publikun, shumë dëshmitar janë anonim dhe qasja e mediave është jashtëzakonisht e kufizuar, nënvizohet më tej. Një tjetër shqetësim madhor lidhet me burimin e provave. Provat kryesore burojnë nga institucionet e sigurisë së Serbisë. Kjo ngre dyshime serioze për besueshmërinë dhe paanshmërinë e procesit gjyqësor, thuhet më tej në letrën e OVL-s dhe UÇK-s. Në letër përmendet edhe çështja e konfliktit të interesit të ngritur në mars 2025, përfshirja e prokurorit John Devaney, i cili më parë ka shërbyer si roje në njësinë e paraburgimit, ku aktualisht mbahen të akuzuarit, kanë nxitur dyshime serioze për standardet etike dhe paanshmërinë e procesit, thuhet aty. Në përmbyllje, OVL UÇK i bën thirrje anëtarëve të Këshillit të Evropës që të ndërmarrin veprime për ta ndalur gjykatën speciale. Ne ju bëjmë thirrje të merrni këto shqetësime në konsiderat, në mënyrë që së bashku të sigurojmë një qasje të drejtë dhe të balancuar ndaj proceseve gjyqësore që lidhen me Kosovën.